është një cikël zgjedhor, pra herë pas here ne po shkojmë në zgjedhje. Sepse ne kemi lypë shtet. Apo? Na kanë dhënë shtetin, na kanë besu, fillimisht në fazat e para na kanë ndihmu probleme. Po nuk je më fëmijë, është fjalë popullore. Shteti i Kosovës është rrit, është ndërtim po shumë vite, dhe sa vite me ardhur ndërkombëtarët me të rregullu punët e mbrëmshme. Ata presin nga vetë ata që populli i Kosovës i ka zgjedh, që ata me zgjedh probleme. Edhe nuk duan. Keni kërkuar shtet, bën e shtetin. Dhe Kosova mas 26 vjetë është të dërguar mesazhe që Kosova nuk përdo shtetin. Këto janë mesazhe që shkojnë në Bruxelles e në Washington. Kur hiqet edhe flamuri i Kosovës dhe qitet në zyret e kryeministit, në tavolinë të kryeministit flamuri i shqiptarëve, atëherë po dërgohet mesazh që përveç serbëve janë edhe shqiptarë që nuk përdojnë këto dhe duhet zgjidhje tjetër për Kosovën. Kjo është mesazhi që vazhdimisht po ndëgjojmë këto 5-6 vitet e fundit. Tek e fundit këtë ka thonë edhe ministri i qeverisë Kurti. Domethënë, gjithë mesazhet që po shkojnë nga Prishtina janë mesazhe të asaj se shteti i Kosovës po shndërrohet në një shtet jo funksional. Fatkeqësisht. Ndërkaq kur jemi tek seancat pra pjesëmarrjen, thirrjen për seancë të vazhdueshme, kemi parë që dielën deputet të Aleancës dhe të Partisë Demokratike të Kosovës